Sonte kishim emocionet veçanta në premierën e filmit Pranvera për gjakur dhe nuk besoj që ka shpëtu dikush pa u përlot nga emocionet edhe nga skenat rëndësishme cilat i kanë përjetue shqiptarët në luftën e fundit. Qoftë i përjetshëm kujtimi për gjithë dëshmorët edhe gjithë shtërimtarët që kanë dhënë gjithçka për lirinë e Kosovës. I lumt Ganimet Bityçit për skenarin dhe regjinë e filmit. Shumë suksese. Në prag të Krishtlindjeve ishte festë në Prizren. Ishte festë se u shpërngull, u dynd Drenisa e erdhi në Prizren dhe na dha një film mrekullueshëm, një film për luftën tonë fundit, për luftën tonë lavdishme. Regjizori është luftëtar sahi, do thotë ky që e ka përjetu luftën, e ka pasur në kokë, e ka pasur në gjepa dhe na qiti në ekran. Ju uroj sukses, jetë, gjatë edhe filmi ka me rrugtu shumë. Ju lumë djema, ju lumë qika, ju lumë pleq, tu njës prej meje, edhe njerë suksese. Suksese. Shfrytëzoj rastin ta uroj mikun tim edhe regjisorin ose autorin e këtij filmi. Na ka dhuru një ndjenjë dhe një situatë si gjatë xhirimit, si pas xhirimit, një ndjenjë tamam të ngjarjes vërtet. Do të gjitha përgëzimet shkojnë për autorin. Na ka kthy në kohën më të lavdishme dhe më të dhëmshme që kemi pas. E përgëzoj. Jam ndi, ashtu si shumë keni pa në film, që ashtu jam ndi edhe mas filmit, edhe gjatë xhirimit. Ju du shumë. Respekt. Filmi është sakrificë. Pale me lujt edhe sakrificën e popullit tonë që e kemi kalu, do thotë ka qenë goxha vështirë, po u kurorzu bukur, të falenderu Ganimet Bityçin, që e ka bërë gjithë këtë punë, kolegë tjerë, premiera u kry, fatmirësisht e pritën mirë shumë publiku, që na gëzoj shumë pa mos duar turkitja dhe urimet e tyne mas kësaj premiere. S'to di qa me shtu tjetër. Zakonisht mas premierave na jemi të emocionum, të folme me shumë njerëz, me se cilin të na uru, që i falenderoj gjithë, po kryesisht stafin që e ka realizu këtë film, me komandant Ganimet Bityçin. Komandant i thamë për shkak se regjizori është një lloj komandanti, sepse ai i qet në përbozicion e krejt aktor. Edhe besoj që mirë, tashti vetë do të me reflektu ma vonë, publiku e pritën mirë kaq. Prej filmave të mirë, vërtet mirë që jonë punu për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, për luftën e fundit që është bo në Kosovë. Kemi pa dhe filma tjerë ma herët, jonë punu me ide të mirë, me qëllim të mirë, po dyqysh ma pak ka pas investime edhe te pyroteknika, edhe te makineria e luftës. Të ky film duhet me komplementu Lalushin se vërtet e ka dhonë maksimumin për me bo një projekt të mirë, filmik. Ka prek shumë segmente. Ka prek pjesën e familjes, pjesën e shoqënisë, luftë. Ndoshta hala jo me dhonë me emocionet e filmit, po vërtet
Aqë shumë ka që ka me o thonë që nuk po di cilat fjallë me i zxellë ma përpara dhe që ka me thonë. Lalush, komplemente, urime, shumë suksese për një punë që e ke bo një punë të mirë. Është nisë mirë sepse ke ofru makinerit luftës, që ma herët ma pak i kemi po. I kemi po, po i kemi po ma pak. Rrugë të mbarë edhe suksese filmit. Përshëndetje, ja pra premiera e filmit Pranvera për Gjakur përfundoi, ku një film me metrazhe të gjata, bukur i dhimbshëm dhe besoj që ky film do jetë edhe në Evropë gjithkund, ku priten nga janari të depërtojmë në Gjermani, në Zvicër, në Amerikë dhe gjithë Evropën, ku do i tregojmë të gjithë botës që shqiptarët kanë qenë viktimat dhe unë si aktor i këtij filmit me të vërtetë e kisha shumë të vështirë sepse e kam përjetuar vetë luftën dhe i kam parë të gjithë aty ngjarje, të gjithë aty viktimat, të gjithë aty masakrat i kam përjetuar dikur dhe sot prapë i përjetova në film dhe na kthejnë kohën e dikurshit me një dhimbje shumë të madhe, me emocione, kështu që i falenderojmë të gjithë pjesëmarrës që na vizituan dhe së shpejti do depërtojmë në Evropë. Ju faleminderit dhe ju mirëpresëm në Evropë. Mirupafshim. Jam i lumtur që kom mujt me dhau kontributin tem në filmin e Pranvera për Gjakur, si pata mundësin të veshë 2 uniformat, si daktori, si të shpesh lirëmtarët Kosovës, ta jap kontributin maksimalisht sa kem pas mundësi. Po ashtu edhe në sponsorizimin e filmit, në momentin që kem bisedu me Lalushin, jam ka i gatshëm ta jap kontributin tem për me dalë një film sa më i bukur si është e mundshme. Këtë rast ka dalë filmi mrekulli, me sa u pa publiki e pëlqej, kështu që jam shumë krenar që jam pjesë e këtij filmi dhe falënderimin i takon Lalushit, ashtu edhe aktorëve, stafit për mbështetjen që na kanë dhënë për aktrimin sa ke mujt me dhënë kontributin tonë. Faleminderit shumë, respekt gjithmonë për Ushtrinë Lirëmtarë të Kosovës dhe mjekët që e kanë dhënë kontributin e vet, çdo vend ku ka nevojë. Faleminderit. Kam qenë pjesë e filmit Pranvera për Gjakun në rolin e Pranverës. Është një film me tematikë shumë të rëndësishme jo vetëm për popullin shqiptar, por përmbar gjithë ata cilët dojnë me ditë historinë tonë, sidomos të luftës së fundit, të krejt përjetimeve cilët ne si popull i kemi përjetuar gjatë shekujve. Kjo e fundit, nëpërmjet filmit, Lalushi apo Ganimeti ka shfaq një histori apo pjesë të ngjarjeve të luftës së fundit ku për një me javlen me i pa, ata të cilët nuk e kanë përjetu luftën, ta din që ne çka kemi përjetu, në çka kemi kalu, edhe uroj që mos të përsëriten më histori të tilla, le të jetë kjo e fundit, po që filmat të tillë duhen të realizohen, duhen të shfaqen edhe duhen të shikohen në mbar botën për të pa dhe për evidentu historinë tonë të vuajtshme të popullit shqiptar. Ju faleminderit shumë edhe ju ftoj që ta shikoni filmin. Të dashur shqiptar, unë jam Liria. Liria e kombit, liria e plagëve, liria e luftës. Jam liria e lirisë. Jam liria e Pranverës e për Gjakur. Jam shumë krenare dhe falenderoj përzemërsisht regjisorin që më përzgjodhi mua për këtë rol kaq të madh. Jam shumë krenare, gjithashtu pse jam liria e gjithë shqiptarëve, motra e UÇK-s.
Unë nuk kam asgjë më shumë për të folur për këtë film, sepse e keni parë ju vetë se çka do të thotë t'jesh pjesë e UÇK-s. Liria ka emër, ja ku është liria. Liria është në çdo pikë gjakut të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Liria është në çdo pikë kufiri të shqiptarisë. Pa liri nuk ka asgjë në jetë. Prandaj ta mbrojmë me mish e me shpirt. E mos lëmë askënd dhe asgjë për përqarje. Ju dua, qofshi gjithmonë bashkuar shqiptarë. Unë si aktore e një filmi Pranvera për Gjokur, Bora Bytyqe ose ndryshe Ajshe në film, dhe që u krijuan nga Gjoxhi em, nga Nimet Bytyqe, dhe falenderoj shumë dhe lavdi për të gjithë dëshmorët e UÇK-s. Ju dua shumë. Pranverë e për Gjokur, por sot ke pranverë e për Lutur, për shkak se krijoi një emocion, cilën edhe publiku e prit dhe manifestoi me lot, pasi që e përjetu një ngjarje e cila është parashëruar, është rikthyer në mendjen tonë se çka ka ndodhur. Ti je pjesë e projektit tillë, është privilegj, emocion, po dhe përgjegjësi. I modhi Ganimet Bytyqe Lali na e ka dhënë këtë mundësi që edhe ne të jemi një pjesë e tillë. Prandaj, projekt nuk është vetëm një film, është më shumë se një film. Është një rikujtesë, është një kthesë mbrapa që ta kujtojmë se çfarë ka ndodhur dikur. Është bazuar në ngjarje të vërteta. Pjesa më e madhe e filmit është pjesë të cilën Lali e ka përjetuar vetë, shokët e tij, familjarët e tij. Prandaj, mundësinë që ky na ka dhënë të jemi pjesë e këtij filmi na ka respektuar dhe na ka bërë me nder. Kështu që i ftojmë gjithë që ta përcjellim prapë të gjithë ata që nuk e kanë ndjekur këtë film, ta shikojnë përsëri dhe ta ndjejnë atë emocionin e vërtetë se çka ka ndodhur. Unë i ftoj gjithë bashkëkombasit tonë, bashkëvendasit tonë, sidomos tash është koha dhe gërbeqarëve që të vinë në Cineplay këtu në Prizren, ta përcjellin këtë ngjarje, ja vlen, do të përjetojnë emocionet të cilat nuk i kanë përjetuar asnjëherë. E falenderoj shumë Lalin që na ka dhënë mundësinë të jemi pjesë e këtij projekti. Ju dua. Hajde të puthim për një herë. Hajde. Unë jam Fatime Kalimashi, jam aktiviste, jetoj në Zvicër dhe Enkas kam ardhur sonte për të shikuar filmin Pranvera për Gjokur. Ky film ka sjell shumë emocione dhe ishte një emocion i papërshkruar. Vërtet është një titull shumë i emocional dhe i fuqishëm për vetë faktin e luftës të Kosovës, dhe për këtë film unë dua t'i falenderoj gjithë artistët, gjithë ata që kanë marrë pjesë dhe i përgëzoj për këto emocione që na kanë sjell dhe shpresoj që ky film të jetë sa më i shikueshëm, sa më i pëlqyeshëm dhe le të jetë një mesazh shumë i fortë që mos ta harrojmë gjakun e dëshmorëve, mos ta harrojmë luftën dhe mos i harrojmë dëshmorët e Kosovës që na sollën lirinë, që fal gjakut të tyre ne sot jetojmë në paqe dhe në liri dhe gëzojmë të gjitha të mirat. Unë vetëm mesazhi im është për gjithë ata që duan që të jenë pjesë e ngjarjeve të jo vetëm të tilla, por edhe të ndryshme që të kontribojnë sa më tepër për dhënën e tyre, për historinë e tyre dhe mos të harrojnë kurrë historinë, sepse pa ditë rënien nuk mund të arrish askund dhe për të shkuar askund dhe për të treguar se Përshëndetje, unë jam Arjan Gashi, kompozitori i filmit. I përgëzoj të gjithë kolegët dhe të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë film. Jam kënaqur që jam pjesë e këtij projekti, shpresoj që ky film do të rrugtojë nëpër të gjithë botën, ashtu si ai i kaluari. S'mbetet asgjë tjetër veç shpresoj që t'ju pëlqejë dhe shpresoj që jeni do të kënaqur me filmin.
Përfundoi premiera e filmit Pranvera për Gjokur. Unë si skenarist dhe regjisor i filmit Pranvera për Gjokur besoj që publiki është ndo i kënaqur. Film me një temë shumë interesante nga lufta e fundit në Kosovë, te ato të hjekat e popullit tonë që kanë hekë gjatë luftës së lavdëshme të Shqipërisë në Kosovë. Jemi munduar sadopak me përmbledh një ngjarje e cila ka ndodhur në vitet 99 në Drenicë, po jemi munduar me dhënë maksimumin fol donatorëve që kisha, domethënë se tjetër përkraje nuk kemi pas. Pra me atë mundësinë që kemi pas, deri këtu kemi arrit, besoj që publiku do i kënaqur dhe ju këshilloj që ta shikoni të gjithë tjerët, sepse ja vlen me pa një film Pranvera për Gjokur që tash që nga Sada më do të kontrollis se po më duke sholla nuk është të vërtetë si shpejt e kemi që ka përkaqë. A u rikëtët me kohë këtë film? Nëse që besëm që po shpjetë është emocional, është tona mënyrat a ka përkaqë. është një përvoj, nuk e di që me të thonë, është një përvoj në ashta një ndjenë një e mirë, se për në këtë ndjenë që kemi pasë për në dhe. Si do që tjetë, është mirë, por prapë dhe në derinija jo. Pjesa kryesore, ma e shumë, që ka të bëjë me fillimin e kësaj ngjarje, brenda këtij që kemi 2 orë nuk e di sa është gjatë, ka dikon 70% ngjarje të cilat vërtet nuk kena përjetu, ne mosha jo, kurse ju vetëm keni dëgju, dhe mos nuk kemi nëse përjetoni kështu që shtregon ky film. Në film lujnë aktorë të njoftën, ka aktorë që nuk janë të njoftën, për megjithatë janë aktorë të mirë. Do të shkon pak luk, këtu nuk dihet, po s'ka po rriqet. Jam shumë. Dis po bë.
Suksese të gjithëve. Ju falenderit, shumë respekt. Një pretëm qëtë. Unë e deshta që falenderuem të qëtë atyre që bashkëpunuan ngusht me mua, duke ju falenderuar atyre shtylla kryesore këtij projektit që janë donaturët. Zotrin Elme Vrenezin, Valmir Zogajn, Shepki Senin, e tjerë, se janë shumë, por në veçantë Bahu Service, më thonë Elme Vrenezin, i cili ka pëndimu mjaftueshëm në këtë projekt, cilin do të kujtojnë breza. Une kisha dosh nga thellësia shpirtit me përshëndet një person që du shumë, që është mesin tonë, idhën e këngës shqipe zotrin Shaqet Travadiku, i cili gjatë luftës ju ka këndu ushtarëve të UÇK-s shumë. Por edhe në këtë film do t'ju këndoj ushtarëve të UÇK-s. Unë zas më tepër, ju dëshiroj shekën të kanë shumë mbetet ju ta vlerësoni filmin. Respekt. Faleminderit. Sada më do të pacuris se po më duke sholla nuk është të vërtetë si shpeti që ke përkapshë. A u rikëtët me kohë këtë film? Nëse që besëm që është emocional, është tona mënyrat në ka përkapshë. është një përvoj, nuk e di që me të thonë, është një përvoj në ashtë në ndjenë një e mirë se për në këtë ndjenë që kemi pasë për në këtë. Si do që tjetë, është njërë për prapë të në të rinja jo. Pjesa kryesore, pjesa më e shumë që ka të bëjë me zhvillimin e kësaj ngjarje brenda kutimit që kemi 2 orë nuk e di sa është gjatë, ka dikon 70% ngjarje të cilat vërtet i kena përjetu, ne mosha jonë, kurse ju vetëm keni dëgju, edhe zotin nëse përjetoni kështu që shtregon ky film. Në film luajnë aktorë të njoftën, ka aktorë që nuk janë të njoftën, por megjithatë janë aktorë të mirë.
Do të shkon pak luk, këtu nuk dihet, po shko po rriqet. Jam shumë. Është po. Jag kommer bara se. Jämna dom för luftljud. Och skallar. Anne, je bent niet zo snel. Als je Christine. Schlier. Sepse me të vërtet persona apo shkujtje dhe shpresoj që gjenerata që të vitë manimeria të juve që e pas të shtypë të randës, si kanë randës, të thonë, sa të veç delegacion në ma shumë,
Dhe ata, shpëtoj që shpëtoj, s'kish mundësina kështu. Kështu që e kam bërë qatë tezë. E kam fillu qatë tezën, kërë film në po masakën, qka e ju, qka kam bërë në kështu si zesë. Filmi, njërë këtë film, e kam bërë në postën më të mirë të aktuarve, që është në mundën, kanë më të mirë që i kështë bërë. Vëtë shëtoj, këtë film, që thëna që të vërta më qërshë jam jetu të parë. Kam përzgjedhë dhe Shaqet Tërvadi për këntare. Shaqet Tërvadi për një kuar në bukë të këntare që këntarë të shohës, këntarë të ushtarë të njës. Edhe unë kam përzgjedhë, edhe në këtë film që të jetë e bashkë në kabile Shaqet Tërvadi, sepse në fund të filmit ushtarë të shpresë nga mënë, dhe të vjen Liria. Nësara Shaqet Tërvadi në vjen dhe bashkë në ushtarë dhe akërës shkanës Davane e Liria. Ndjemi ndërru që jam një pjesë e vogël të filmit në një parë, në djeme të shumë, ishte kërkesë e producentit të regjisorit të Tyshit, dhe pranova të krasi që një pjesë të filmit. Ky film ka rëndësi të madhe historike, parasysh është një memorie për brezat e afshëm, pas çfarë sakrifise, çfarë vite kanë bërë derisa ka ardhur në liri e shumë nga shumë breza që kanë shumë i syhapur si do të jetë nga Kosovës. Sot jemi të lirë, sot kërkojmë filma, jetojmë të lirë, ndërtojmë të lirë dhe nga erdha në liqë të murë, tash asë një përëndim nuk ka si zbulurime ndërtim që let's go. Jam shumë i privilegjuar që në këtë film kam gjetur kastën më të mirë të aktorëve që është mundur. Kemi bërë një sakrificë deri sa kemi realizuar këtë film për t'ju tregu brezave se
që ka po pushtuesi sërbë gjatë vitit 98-99 në Kosovë. Une kisha pas dëshirë të aftoj aktorin e madh Bislim Muçaj për një fjalë rasti. Publik më shumë. Ka një grua aktore, Hysnie Muçaj, Gylia, që se mani men. Ajo thë ke ku ka femna, ka jeshi, ku ka burra, ka gjallëni. Pra, burra e gra mirë se keni ardhë, mi pajsa, gosa mirë se keni ardhë në premierën e filmit Pranverë e Përgjakur. Pranverë e Përgjakur. Titull i mirë shumë, e Përgjakur, Pranverë e Përgjakur. S'ka me ba fatin i kemi pas ashtu në shku. Mas pare, kam qef, mi ju përshëndet e gjithë, mirë se keni ardhë në premierën dorë të filmit, se premiera është fest, në aktorët që rinë para kamerës, veç me atin, a është kalaj, a është zorë me e bo, me lujtë edhe me që mërë para kamerës. Kam qef, kam dëshirë, jam fanë, i një kantari të madhë, është i vogël me trup, po i madhë me shpirë. Ishtë qotë kom edhe një aplauz. Faleminderit artistë, faleminderit artistë, faleminderit shumë. Kur thasem kur janë nisi me forës të isë, është deformacion profesional, me forë. Tonë jetën me shkën forë. Që erdhën të të moshë, unë ka gjithë me pëtyqë e kishë në ty që babash, ose kom di që më dërni s'ka pëtyqë, ku më ndu ka një shumë i kërkara se një shumë. Hajde ba që Bislim se mi bo film, për konë për luftën, por nësë kemi bo për alo film për luftën, jo thamë të me bo, unë jam i pari, i kom bo dhe një pak, po tash që e kom bo dhe i kom shku dhe i s'ma, se vetë kam qenë për i s'mërës, luftës të madhe, që kemi bo. Edhe një aplauz për luftën tonë. Në unë zdi për t'ja nisi me kërë zdi unalë. Po unalë, nëse mi ka thënë një 5 minuta. 5 minuta i kërë në shumë të jetë, është dhe një. I novi me thirë një aktore që një 3-4 jetë po bashkjetoj me ta. Unë jam një aktu, po ata kam si qikë. Ka ranë filme pas shpeqer grua. Është Emine Ymeri. Emine Ymeri, tu për që për para, është Eminia, artistja jonë, urna Emina, da ta mërdorën, hajde që tu të onë. Se, thash ku ka femna, ka jeshi, ku ka burra, ka gjani, ka femen. Në ganimetit, po dënë me miliona, esë. Ja, mi aplauz. Ne e praktikojnë, këtë në shpërtemi premiera një qitë aktorët që marrin pjesë, këtu në bim, një pa, jo, mi aplauz, gjithë dhe po, kësaj rave, ganimeti ka shumë aktorë. Edhe një s'lu shpejtë, jo, unë do ati, do të kështu që po plakë. Prandaj edhe aktorë pjesëmarrës që kanë qenë në filmin tonë, një aplauz për ta. S'po di kalimet anë fullë, dhe pa mja në limini, se mina di ma mje në fullë se kjo, që është aktorë, është edhe poetë, është edhe kantarë, është edhe humaniste, por kjo e fundit për përqenë në shumë që është humaniste. Kjo është Emine. Emine, 2 fjallë. Faleminderit shumë. Ju mbrëma dhe mirë se keni ardhur gjithë sonte në premierën e filmit, momentalisht edhe besojnë edhe të ardhmen, filmit më të madh shqiptar për luftën e QP-s. Faleminderit atyre që kanë ardhur gjak, faleminderit atyre që kanë kontribuar me çfarëdo lloj mënyre për luftën tonë të drejtë. Faleminderit gjithë juve që keni ardhur me pa atë se çfarë ka ndodhur. E besoj se njëjtë sikur Pranverë për Gjakur. Sikur Gjakur që ecë në vjenat tona, njëjtë besoj se ky film do të ecë përjashtë në kujtimet tona të përhershme. Faleminderit Ganimetit që na ka bashku me këta aktorë të mëdhenj. Faleminderit gjithë tyne djemve trima mundemi thujt që kanë kontribuar për këtë film.
Faleminderit juve që me duar trokitje, me komentet e juaja të vazhdueshme, në mbarën gjatë në skemi. Shumë emocion, se në me kam një emër shumë të marrë. Jam motra lirie, jam motra të gjithë rrugë këto, jam motra uçekës, jam motra e atyre që shërova plagën luftë. Ju për një mend lumte në uçekës, edhe pse kisha dëshirë të madhe, edhe pse isha një 14 vjeçare, por jam motra që do t'i kujtohem të gjithëve. Bashkë me doktorin, bashkë me bardhin, bashkë me stajperistin, bashkë me zërin e ëmbërit, këngëtarin tonë të madh, bashkë me uniformat, bashkë me nënat dhe motrat, ja dola edhe në film ashtu si në luftën poshtisht njëmtarët të Kosovës. Faleminderit edhe një herë dhe ju uroj që të kënaqeni me filmin tonë. Shumë respekt, kisha pas qeftë të frasa dhe shpetimi të kjo rastin, mëse o këtë. Men, po masani ka shumë shpetime, se shpetimin e kam djali, do kam si, ato e shpetim burë jam i parë. Mirë mërëma gjithëve. Unë isha në mes sallës edhe në patë kur të thiri komandanti. Armë me ngruma, një shefa e mas perdes, bëngi jem pregadit me dalë me folë. Kretë që ato shka i menova që do isha mi folë sa kesh mas perdes. I tha Ganimeti, i tha Cimi, i tha Eminja. Ta është unë mu isha me gjithë me fjallë që se thanë këta. Nuk është mirë, kish pastan një hoqë, i të në hershit, i bashkollu, ta falke, me ke laf në dhe një ke e zoja shpis të dera, me ke gratë s'kan drejt kështu e s'duhet, kështu e s'bën, kështu e s'bën ashtu. Ku erdhë vakti darkës, e pruni i buka, ja, një grosht krëp, tha, bërëm, ta shaka qilu. A i zoti shpisën një ke kes, tha, hoqja me gjitha të i mesën, tha, burë, tha, të hama i kafshore, tha, se nuk po me bon, tha, me mojt ders, tha, para darke. Edhe na po flasim para filmit. Tani masanina me bëmës mi u pëlqy juve, na thëni pse fjalë të fjallë të mdhaja, pse po s'kishit po kur gjon. Po prap jam i bindën që po kam guxim me folë edhe para filmit për shkak se Ganimeti kur e ka shkruar skenarin është bazuar kryesisht në ngjarje të vërteta. Edhe ato ngjarje të vërteta e mi munu mendimin e Ganimetit, të Cimit, e mine, të kolegëve tjerë, gjithëve, mi realizu që ashtë sa kemi mujtë edhe kemi ditë, edhe ajo ka qenë fatkeqësia jona, edhe fati joni me mbjetu joni që jemi këtu. Edhe me pa këtë film edhe me rikujtu ngjarjet e kalume të jetës tonë, të e falenderu Ganimetin se Ganimet nuk e ke pas letë. Organizimi i filmit, për ata që se din, është i ngjajshëm me organizimin e luftës, veç se luftë vrasin për një me këtu, mas filmit edhe që është flete Arnejt Zubuke, e bënejt e lashe. Faleminderit. Nuk për zgjasim, që duhet se flas folëm natë, s'di që kam një thonë, shion, e mirë se kënë jarë për e mirë, shion e filmin, ka kanë shumë. Qa të dërë? Jes. Natën e mirë, kalim shumë mirë. Ja, komandant, me komandantin, mujtë për herë,
Jo, është hajde. Ka komandon